Shpejt. Në këtë panel më vjen mirë që jam me dy njerëz që i njoh personalisht dhe më ndaj vlerësime absolutisht pozitive. Më vjen mirë që e shikoj Gentin të angazhuar, sinqerisht, dhe është absolutisht jo thjesht e vërtet, por shumë e sinqert gjithë çfarë thot dëshira për të mos qëndruar spektator. Unë kam pas rastin që në ato përpjekjet e mia për të dhënë një kontribut përmes shoqërisë civile të takohemi në disa aktivitete dhe gjithmonë jam hasur me këmbguljen dhe vendosmërinë e Gentit, duhet bëjmë diçka. Duhet bëjmë diçka, nuk mjafton kjo. Kjo që po bëjmë nuk mjafton, duhet bëjmë diçka dhe e shikoj ambicioz dhe më vjen absolutisht mirë që nuk ka qëndruar brenda kornizës së një njeriu që nuk është dakord me diçka. Po sa mundësi ka Genti të ndryshojë diçka në totalin e gjës? Tek e tek s'ka asnjëri mundësi. Nëse do rrim në kafe të shkruajmë, të shajmë, apo të mblefosemi, apo të shprehim mlefin ton në mënyrë absolute jo ajo, atëherë kush është rruga? Rruga është dil në mejdan, bashkohu me të tjerë, jepe kontributin, bëje përpjekjen tënde, a do arrim në mënyrë absolute, nuk do arrim të gjithë, dhe kjo është e padiskutueshme. Por gjithkush bën atë që mundet. Kështu që përgëzime Gent për kurajon dhe vendosmërinë për të kontribuar. Përgëzime Salvadorit që është një njeri që ka mbledhur, është ja i proj që ecën e mbledh rrugës me gjithë eksperiencën e jetës, angazhimet politike dhe publike dhe ka ardhur për ta grumbulluar këtë eksperiencë në Tiranë, që unë përveç se uroj suksese të dyve, kam kënaqësinë që në lista nuk di nëse ka qenë thjesht mekanizmi, por ka, me që ti pjesën e dytë e ke për listat e zeza të listës së hapur. Jam habitur që disa persona flagrant që përfitet do arrestojnë se do arrestojnë nesër janë në lista. Nuk dua të përmend emra se nuk është shumë etike thuash Endri apo Mentori do arrestojnë. Unë sinqerisht shikoj në listat e hapura, shikoj emra dhe potenciale shumë serioze. Shumë mirë. Atëherë të futemi ka çaj po. Mentor, të falenderoj shumë për fjalët e mira që the dhe për Gentin, sepse Genti nuk e di ju e dini, Genti është lindur në Lezhë, është lezhian, origjinë e ka nga Përmesishta, nënën e ka nga Lezhë, me origjinë nga Lezhë, një familje e shkëlqyer nga ana e Tjemës, nga jati e njëfin vetë, s'është me fol kush për të mallin Gëzim Kam, por tek konkurimi im dhe tek konkurimi brenda Partisë Demokratike ka një ndryshim. Jo me Gentin, jo, po me informacion që profesion Genti, por ka një ndryshim. Unë kam marrë në Tiranë dhe kam hyrë në primarët e Partisë Demokratike, por jemi matur brenda llojit. Dhe nga 83 veta kam dalë 17. Dhe me një fushat 3-4 ditor, në kuptimin fushat brenda llojit, sepse unë jam marrë 3-4 muaj me organizimin e diasporës në Greqi, sa ati kam luajtur 10 vite futboll. Dhe Partia Demokratike, që nuk e thonë, dhe vjen shumë keq, nuk vlerësohet kjo, kemi bërë matje brenda llojit. Kjo është demokracia plot. Kjo është, ju e dini më mirë se unë, që jeni gazetar për mua më të mirë që ka Shqipëria, jeni opozitar i përhershëm, dhe mendoj që këte e ka krijuar Britania Madhe dhe e bën edhe SBA-ja, pra primaret, dhe matjen brenda llojit. Kjo është transparencë dhe kjo nuk vlerësohet. Natyrisht janë kundërshtarët. Partia Demokratike është një kundërshtari nuk i vlerëson asnjëherë pozitivitetet e kundërshtarit tjetër. Unë erdha nga Lezhë, nga Shëngjini, jam shumë kënaq, zemra dhe shpirti im është edhe në Lezhë dhe Shëngjini dhe natyrisht jam i pandashëm me atë vend aty, s'është vendi im, por që këtu thash u bën një matje brenda llojit, u bën primare, unë u kualifikova dhe jam listë hapur, jam shumë kënaq që jam listë hapur. Nuk do më pëlqente të isha në listë mbyllur.
Unë e kam provuar, kam qenë kryetar dhe nuk kam ardhur për të... Unë jam garist, jam sportist, me pëlqen gara, me pëlqen sfida. Ta vendosim pak në një kontekst, në perspektivë këtë gjën, po ja them teleshikuesve se ju e dini i keni bërë llogarit me Lavsa